Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë përzemërsisht lexuesin e njohur të Kuranit fisnik Hafiz Aziz Alili për emocionet që ngjalli. Të nderuar të pranishëm, shumë i respektuar i kryetar i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetai, i nderuar Mufti i Kërçovës Shamil Efendi Rushiti, i respektuar i kryetari i komunës së Pllastnicës Zotri Ali Ajauski, përfaqësues të komunës së Kërçovës, shumë të shmuar mufti të muftinive të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe antar të riasetit të PFI-s, drejtor të ndryshëm të dikastereve brenda Bashkisë Fetare Islame, shumë i shmuar dekan i Fakultetit Pedagogjik pranë Universitetit të Tetovës, profesor doktor Lulzim Mehmeti, të nderuar imam të rrethinës së Kërçovës, të respektuar bartës të institucioneve lokale, të dashur, miq e dashamir, vëllezër e motra, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, dhuntit, mirësi dhe begatit e Allahut madhrueshëm qofshin mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Më lejoni që fillimisht t'ju uroj festën e madhe të Vitër Bajramit, duke lutur Zotin fuqiplot që të pranojnë nga ne agjërimin, adhurimet dhe të gjitha lutjet. Srdečno mu благодариме на познатиот читател на честиот Куран, Hafiz Aziz Efendi Alili, za emociite što gi predizvika. Почитувани гости, почитуван Reisul Ulema Hafiz Shaqir Efendi Fetai, почитуван Kiqevski muftija Qamil Efendi Rushiti, počituvan gradonačelnik na opština Plasnica gospodin Ali Ajauski, predstavnici od opština Kičevo, visoko ceneti mufti na muftisva na Islamska verska zajednica u Republika Severna Makedonija, počituvan dekan od Pedagoški fakultet pri Univerzitetot Votetovo, profesor dr. Lulzim Mehmeti, počituvani členovi na riasetot na IVZ, počituvani imami na muftisvo Kičevo, nositelji na lokalni instituciji, dragi braća i sestri, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mir, milost, blagoslov na uzvišeni od Allah neka bide vrst vas i vašite semejstva. Dozvolete mi prvo da vi go čestitam golemi od praznik Ramazan Bajram, moleti se na semoćni od Allah Đelešanu da gi prihvati od nas postot, bogoslužbata i site naši molitvi. Duke mos dashur që të marrë nga koha juaj, do të ftoj për ta shpallur të hapur këtë event, negocirin e këtij manifestimi, muftiun e muftinisë Kërçovës, Qamil Efendi Rushiti, bez gubenje vremeve ko pokanovam pred vas Kiqevskiot muftija, Qamil Efendi Rushiti, da ja proglasi ova aktivnost zatvorena. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërës, i nderuari kryetar i Bashkisë Fetare Islame, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahu, shumë të respektuar mufti i Tetovës, profesor doktor Selver Gjemaili, i nderuari mufti i Gostivarit, Haxhi Sabahuddin Efendi Zendeli, i nderuari mufti i Ohrit, Haxhi Samet Efendi Ajdari, i nderuari mufti i Manastirit, Haxhi Hamid Efendi Rasimi, i nderuari mufti i muftinisë Rrugës, Haxhi Adi Efendi Murtishi, shumë respektuar sekretar general i Bashkisë Fetare Islame, i nderuari kryetari i komunës Pllastnicës Zotri Ali Ajauski, i nderuar mufti i Prilepit Haxhi Shefket Efendi Meri, i nderuar dekan i Fakultetit Pedagogjik, profesor doktor Lulzim Mehmeti, i nderuar veprimtar i shoqërisë civile këtu në Kërçovë, Zotri Shkodran Alili, të nderuar drejtorë të sektoreve të Bashkisë Fetare Islame,
të nderuar imam të muftinisë së Kërçovës, të nderuar vëllezër e motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Zotit Madh qofshin mbi ju. Më lejoni njëkohësisht t'ju uroj mirëseardhje në manifestimin ton tashmë tradicional me rastin e festës madhe të Fitr Bajramit, i cili realizohet këtu në Kërçovë në bashkëpunim me riasetin e Basisë Fetare Islam. Të nderuar të pranishëm, tek po ndahemi nga muji i shenjtë i Ramazanit dhe tek po ndahet agjërimi nga ne për të ngritur tek Zoti i gjithësisë, ne mbetemi të jetojmë mes frikës dhe shpresës. Frikë për nga fakti se patëm ndër ne një muaj të madh, një musafir të madh. A ishëm ne në nivelin e duhur për ta mirëpritur, për ta nderuar atë dhe për të përfituar nga mirësitë e tij. Patëm një obligim siç ishte agjërimi, i cili përveç aspektit teknik të tij, që nënkuptonte largimin nga haja dhe pije, ishte më shumë përmbajtësor dhe shpirtëror, i cili kërkojnë nga ne fuqishëm të ngrisim ndjenjën e devotshmërisë. E gjitha kjo na bën të ndjehemi të preokupuar me faktin që Zoti i Madh pranon vetëm veprën e pastër dhe të sinqertë. Megjithatë, krahas mangësive tona që janë pjesë e natyrës njerëzore, ne shpresojmë fort tek mëshira e Zotit tonë, mëshirë e cila përfshin gjithçka, pasi rrjedhoi edhe të metat tona. Kjo na bën të ndjehemi të qetë duke shpresuar që atë që e bëm sot do ta kemi dëshmi nesër para Zotit të gjithësisë. Të nderuar të pranishëm, adhurimet të cilat i realizojmë për Zotin, sa janë përjetime shpirtërore dhe imanore, po aq janë edhe përjetime sociale, që nënkupton se çdo gjë që të afron tek Zoti të bën më të dobishëm për njerëzit dhe vendin ku jeton. Edhe pse e përcjellim Ramazanin, ne duhet të jetojmë me frymën e tij dhe porositë e tij. Durimi, vetkontrolli, sakrifica, solidariteti, bujaria, respekti dhe vllazëria duhet të jenë pjesë të përhershme e të pandashme të karakterit tonë dhe të reflektojmë në çdo kohë dhe në çdo moment. Nga se vetëm duke i kultivuar dhe përfatësuar këto vlera, ne mund ta kthejmë çdo ditë të jetës tonë në një festë të vërtetë. Uroj për ju shëndet, paqe, mirësi dhe begati. E bëv Zoti çdo ditë të jetës suaj një festë të vërtetë. Urime festa e Fitr Bajramit. Počitovani prisutni, dozvolite mi na početok da ve pozdravam so pozdravot namirot. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. I da ve posakuvam dobrodošlofte vo ova manifestacija po povod golemiot naš praznik Fitr Bajram. Почитувани присутни, како што го напуштаме светиот месец Рамазан и додека постот не напушта нас за да се издигне кај Аллах Джелешануху, остануваме да живееме меѓу стравот и надежта. Исплашени дека имавме голем гост меѓу нас, дали бевме на вистинското ниво да го пречекаме и почестиме, искористувајќи ја неговата добрина. Имавме обврска како што е постот,
koji pokraj tehnički aspekt, što značeše воздържувanje od hrana i pijenje, беше по-суштински и по-духовен, što бараше да го зајакнеме нашето чувство за богобојазност. Сета ова прави да се чувствуваме преокупирани со фактот дека Семочниот Аллах прифаќа само чиста и искрена работа. Сепак и покрај нашите недостатоци кои се дел од човечката природа, ние силно се надеваме на милоста на нашиот Аллах Джелешануху. Милоста кој опфаќа се, па вклучувајќи и нашите недостатоци. Ова не прави да се чувствуваме мирни, надевајќи дека она што го направивме денес ќе ни биде сведоштво утре пред Аллах Джелешануху. Почитувани присутни, ибадетот што ја извршевме за Аллах Джелешануху е колку е духовно, исто така и социјално искуство, што значи дека се што ве приближува до Аллах Джелешануху ве прави покорисни за луѓето и за местото каде што живеете. И ако го испраќаме Рамазан, мора да живееме според неговиот дух и неговите пораки. Трпението, самоконтролата, пожртвуваноста, солидарноста, великодушноста, почита и братството мора да бидат траен дел од нашиот карактер и на нив мора да размислуваме во секој време и секој момент. Бидејќи само со негување и представување на овие вредности секој ден од нашиот живот може да го претвориме во вистинска прослава. Ве посакувам здравје, мир, добрина и Аллах да даде секој ден од вашиот живот да го направи вистински празник. Среќен Рамазан Бајрам. Бајрам Мубарек also.